Po për Verën që të ka thënë Pastor Akilpano, babi? Vera është gëzuar. Bekim nga Zoti për pa u dehur. Çfarë i mungon idealit të rritur në kish nga një djalë që është rritur në rrugë? Asgjë. Në Bibël, me sa di unë, Gjonatani ishte biri një mbreti dhe shoku i ngushtë i Davidit. Po. I karakterizuar nga miqësia dhe besnikëria. Sa besnik je, Gjonatan? Nga 1 në 10. Po është e vështirë ta vlerësosh veten për sa i përket besnikërisë, mbase duhet pyetet nusja, familja, shokët. Po besoj që jam besnik. Nuk E them e besoj. Nuk je i sigurt 100%. Çfarë bëhet aty nga Bashkia e Tiranës tani që s'është Erion Veliaj? Ca qeshin, ca qajnë, disa të tjerë vajtojnë. Është situatë kaotike realisht. Mira, Korba dhe Sora që vërtiteshin sipër. Kjo është e tmerrshme vërtet. Ato mbeturina i merrnin edhe pastaj përhapen në të gjithë Tiranën dhe në darkë një pjesë atyre korbave flein nën strehan e varreve në Varrezat e Sharrës. Ferri vet, beson më shumë në këtë rast tek dora e Zotit apo dora e Diramës? Që tash situatë. Kush të ngjason nga mes Edi Ramës dhe Sali Berishës? Kush të ngjason më shumë me Mussolinin dhe kush me Hitlerin? Nga të dy. Ose ti e vone headline. Kede? E vone. Gjonatan Pano, 2 pika. Edi Rama si Hitleri. Përderisa mendon Edi Rama për këtë gjë, mos mendojmë dhe ne. Pritë se s'do mikësh, do ma kthesh përgjigjen sakt e pyetjes që të bëra. Kush është më shumë si Mussolini dhe kush është më shumë si Hitleri? Mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Po, nuk shoh ngjashmërinë Berishës as me Mussolinin as me Hitlerin. Po, te Edi Rama she. Po te Edi Rama shoh pak është një miks i lezetshëm i dyve. I lezetshëm. Po. Mirë, bashkë me ato flutrat dhe kreativitetin e vet. Ajo kënga o dhëndër ku vete këshu, ku po të çon kjo dhëndëria? Pas Berishës? Apo pas Akilpanos? Në kuptimin, do jesh nesër një trashëgimtar i kishës së Akilpanos, babait tënd, apo një trashëgimtar i vulës së Partisë Demokratike? Interesante. Shiko, brenda Partisë Demokratike ka është situatë shumë e zjartë, e ndezur si thua, edhe pse qielli është blu. Dhe gjithçka tjetër është blu. Qielli është gjithmonë blu. Po sidomos për Partinë Demokratike. Dash Sula, që është një personazh që është bërë dhe ai viral këtë periudhë të zgjedhjeve, iku shumë i zhgënjur. Kështu do. Në një familje t'jesh, 2 vëllezër t'jen, mund zihen të ngushtë me njëri tjetrin. Po është përgjegjësi pastaj edhe e atit edhe babait që të sjellë pajtimin edhe atit shpirtëror Sali Berishës. Tani me që jemi të ky show politik se është bërë si këto hit paretet ose ku diun spektakël më vete, kjo puna e listave të hapura dhe të mbyllura. Në një përkthim kështu ship në listat e mbyllura, nëse të ka shumë xhan kryetari. Në këtë rast Sali Berisha. Nëse të lënë në listat e hapura, nuk të ka dhe aq xhan. Në rastin tënd, si mendon? Po nëse Edi Rama kujtohet nga që të dëgjon ty që thua Ministria e Familjes dhe në fakt të tërheq si koncept, si logjik, të bën një telefonat të fshehtë dhe të thotë, hajde nga unë sot bëj unë ministër të familjes dhe trajtoj Berishën? Po nuk ka aq kapacitet e Rama sa më ble. Pra, unë stash të mblej me para. Prindet e mi kanë 30 vite të martuar. Dhe në ato 30 vite ka patur zënka, po ka pas sa dush. Ka pas keq kuptime, po. Ke qenë dëshmitar ti zënkave të prindërve? Ti ke qef edhe qitjen me sa ti. Shumë. Të gjuash në poligon, bashkë me babin. Poligon, po. Të zbesoj se del të gjuan kështu. Jo, në Amerikë kur jemi, shkojmë edhe për gjuhë e ti edhe në poligon jashtë. Po këtu në Shqipëri jemi të kufizuar. Tani për punën e pasaportës Bashkimit Evropian, e di pse po e bën Edi Rama? Sepse ne e dim që shumë djemë shqiptar kanë shkuar jashtë, janë martuar për letra. Dhe kanë paguar
për të marrë atë pasaportën e atij vendi tjetër. Dhe është një joshje shumë e madhe po ta mendosh. Sepse ne do kemi këtë pasaport dhe do vinë të huajat dhe do martohen me djemt shqiptar dhe do i paguajnë dhe do i rritet buxheti. E kishe menduar ndonjëherë kështu? Jo, se kisha menduar ne. Jo, tani edhe unë, ti do bëhesh deputet? Si ke ato, po i lutesh Zotit fuqishëm? Nuk e di çfarë frymë do se është ndryshe nga deputetët e tjerë. Se kur shkojnë atje, e di si duket, sikur të gjithë bëhen deputet për të bërë qef pastaj. Sa vota pretendon se mund të fitosh? Kemi vënë një target. Sa është? Sepse Edi Rama e ka vendosur nga ana tjetër. Nuk e di, se kam dëgjuar. Më duket se 1 milion. Dhe i kishte thonë dikush, po ne 800.000 jemi të gjithë. Çfarë? I kishte komentuar dikush. Okej. Shpresoj që edhe ju të ma jepni votën në 11 maj. Po pse ta jap? Po pse mos më japësh? Po pse ta jap? Po nuk ta mbush mendjen. Gëzuar. Gëzuar. Votën s'te do ma jepi apo jo? Ta lë mister? Ja. Okej, do ta them pasi ta mbyllim. Përshëndetje Jonathan. Përshëndetje Klod. Jonathan Pano. Jonathan dhurat nga Zoti. E vërtet? Është e vërtet. Në Bibël, me sa di unë, Jonathani ishte biri një mbreti dhe shoku i ngushtë i Davidit. Po. I karakterizuar nga miqësia dhe besnikëria. Sa besnik je, Jonathan? Nga 1 në 10. Po është e vështirë ta vlerësosh veten për sa i përket besnikërisë, mbase duhet pyetet nusja, familja, shokët. Po besoj që jam besnik. Nuk E them e besoj. Nuk e i sigurt 100%. Është një gjë subjektive që çdo person pra mund të jesh gjithmonë i keq në historinë e dikujt. Por pra që sa më përket mua, unë dua që me të gjithë të jem besnik dhe me të gjithë të jem i drejtë. Babi më ka mësuar që një njeri në jetë duhet të ketë integritet, pra të kesh integritet do të thosh bësh gjën e duhur edhe kur askush nuk të sheh. Dhe këto janë parimet që unë përpiqem të jetoj. Po patjetër pastaj që ka diskutime, dyshime, nuk është llafe, debate me të ka ndodhur edhe ty situata të tilla. Po, se më duket sikur ju që jeni njerëz të Zotit, se thua sigur jeni kështu. Si? Të pastër në maksimumin e vlerësisë së njeriut. Është e vërtet apo ka ardhur koha të kuptojmë diçka tjetër? Po ti Klod beson Zot? Unë besoj. Po atëherë edhe ti je një njeri i Zotit. Gjithë jemi njerëz të Zotit. Por pastaj marrëdhënie personale që çdo kush duhet të kultivojë dhe të ketë me Zotin, që të bën dhe të drejton që të jesh një njeri më i mirë. Unë kam patur fatin, privilegjin dhe bekimin që të rritem në një familje pastorale ku gjithë jetën time jam rritur me disa parime dhe me disa vlera që sot kur e mendoj jam i bekuar. Por nuk kanë qenë ndonjëherë të imponuar në jetën time. Pra babai dhe përsa i përket besimit më ka thënë që kjo është rruga, por në fund fare kur ti të shkosh përpara Atit ditën e fundit, nuk do të jem dot unë krah teje që të mbaj përgjegjësi për ty. Kështu që në fund është përgjegjësia jote dhe është vendimi yt që si do të shkojë pjesa tjetër e jetës. Varet e gjitha në një marrëdhënie, domethënë në një vendim personal. Po për Verën që të ka thënë Pastor Akil Pano, babi? Vera është gëzuar. Bekim nga Zoti për pa u dehur. Pa u dehur. Dhe të mos kalosh limitin është gjëja më e vështirë. Vetkontrolli. Vetkontrolli. Ti je shumë i kontrolluar, dukesh. Përpiqemi. Përpiqesh. Po. Për shembull, të ka ndodhur ndonjëherë që ta humbasësh kontrollin e jetës? Më thënë, të thuash, timoni i jetës të ka shpëtuar nga duart. Edhe është vendosur dora e babait Akil Panos dhe të ka ndihmuar. Nuk e besoj. Deri në këtë pikë të jetës, lavdi Zotit që nuk kemi arritur në atë pikë. Në këto. Po patjetër dhe në periudhën e adoleshencës, si çdo i ri, ka patur nevojë disa herë që të vi familja të jetë babai që thotë prit pak se këtu je gabim. Duke qenë që jam edhe gjysmë vlonjat, do e merr pak atë dellin e vlonjatit. Por që me kalimin e viteve, sidomos edhe me politikën tashmë, duhet të kultivosh një sens tjetër vetkontrolli. Qofse nga gjimnazi, periudha e gjimnazit duhet isha kujdesshëm se prit
të gjithë njerëzit janë gati të presin dhe të shohin se ku do gabosh, që në fund të akuzojnë babin, që thonë shiko pastor, ja djali jot, shemulli që ai po jep etj. Tani duhet të jem dy herë më kujdesshëm sepse është imazhi i familjes, por është gjithashtu dhe imazhi im dhe karriera ime politike. Kështu që përpiqem që të jem një person me vetë kontroll, dhe pse ndonjëherë edhe çalon. Çalon, më pëlqen sinqeriteti. Çalon në çfarë aspekti për shkak? Po në trafik për shkak. Në trafik. Fillon dhe shan në timon. Në trafik është një, sidomos në Tiranë, vetëm sot për të ardhur nga Linza në Tiranë mu desh 1 orë çerek. Dhe duket është një kaos i tmerrshëm që ti thua ku po jetoj, a jam në Indi apo jam në Tiranë. Dhe ka nevojë për ndryshim. Dhe në nerva e sipër mendon se cili mund të jetë ndryshimi. Dhe pastaj kupton se cila është arsyeja. Të thyesh timonin apo të thyesh në një gjë në Bashkinë e Tiranës? Të thyesh në një gjë në Bashkinë e Tiranës më mirë. Po, ti ke qenë aty, je në Bashkinë, je në Bashkinë. Po, çfarë bëhet aty nga Bashkia e Tiranës tani që s'është Erion Veliaj? Ca qeshin, ca qajnë, disa të tjerë vajtojnë. Është situatë kaotike realisht. Përtej çdo humori, përtej çdo shakaje. Duke parë vetëm situatën me landfillin e Sharrës, disa ditë më parë nxorë një status në Facebook dhe në Instagram, për sa i përket landfillit aty ku duhet ishte incineratori që janë paguar mbi 130 milion euro, aty ishte mbushur dhe ishte bërë një pirk me mbeturina dhe ishin korba, mira, korba dhe sora që vërtiteshin sipër. Dhe ato mbeturina i merrnin edhe pastaj përhapen në të gjithë Tiranën dhe në darkë një pjesë e atyre korbave flein nën strehan e varreve në varrezat e Sharrës dhe përhapin edhe mbeturina. Çfarë përshkrimi bëre? Ferri vet. Jo, është shumë e thjeshtë. Pra, dhe bëhen për ka diçka. Kam vendosur të heq dorë nga qenit politikisht korrekt dhe kam vendosur të heq dorë nga shpjegimet akademike të të zgjatura. Gjërat duhen thënë ashtu siç janë. Pra, jemi në një situatë prag epidemie në vend, prag smundjeje, edhe ndryshe, që aty ku njerëzit shkojnë që vajtojnë të afërmit e tyre që mund të ndruar jetë, aty korbat marrin mbeturina nga landfilli ku duhet ishte incinerator dhe i përhapin në të gjithë Tiranën. Pra, ka nevojë për një ndryshim drastik. Kemi nevojë për ndërhyrje urgjente që t'i japim drejtim këtyre gjërave. Po, duket që Bashkia e Tiranës ka fokus e tjera dhe nuk ka fokus që të merret me mirëqenien e qytetarëve. Beson më shumë në këtë rast tek dora e Zotit apo dora e Diramës? Që të shpëtoj situatë. Gjithmonë besoj tek dora e Zotit. Po besoj dora e Diramës fare. Por besoj gjithashtu që Zoti zgjedh njerëz të caktuar për të bërë punën e tij. Kështu që prandaj ka nevojë që të jenë njerëz në politikë të cilët janë besimtarë dhe drejtohen nga disa vlera dhe parime më të larta që të bëjnë ndryshimin. Se po të ishe për të besuar në dorën e Edi Ramës, për ne po e shikojmë se si është situata në Shqipëri tani. Po ka një gjë, Edi Rama u bë ministër në 98 kur unë linda. Pa, ti je një birë demokracie, ose më saktë birë lufte. Ti ke lindur pas 97-ës. Po unë kam lindur në Shkodër. Dhe në Shkodër ishte fiks periudha që situata e luftës civile ishte e tmerrshme. Pra stacioni policisë në Shkodër, komisariati është djegur disa herë dhe ka qenë kaos dhe nuk ka patur rend. Ne në 2001 jemi rikthyer në Tiranë, ku familja hapi kishën Ungjilli i Krishtit, e cila është një nga kishat e para e nisur nga shqiptarët. Dhe ka qenë situatë e tmerrshme. Pra, në 98-ën Edi Rama bëhet ministër kulture, në 2001-2002 bëhet kryetar bashkie, më pas bëhet kryetar i Partisë Socialiste. E vetmja kohë gjatë jetës time që Edi Rama ka qenë opozit, ka qenë 2011-2013. Po. Dhe kanë qenë periudhë që Lulzim Basha ka qenë kryetar bashkie dhe në qeveri ka qenë Partia Demokratike. Nëse Edi Rama do të kishte patur një qeverisje të mirë, ku njerëzit do të ishin të lumtur, të rinj nuk do donin të largoheshin dhe nuk do kishte një shpopullim të tillë, mbi 35% në 10 vjetet e fundit, atëherë pse do të ishim kundër qeverisjes së tij? Pra, unë nuk vi si një militant klasik që e shoh partinë si një ndeshje futbolli. Unë e shikoj partinë si një vend ku mund të jap kontributin tim dhe një vend që shkon në vijë të drejtë, gjithashtu me parimet e mia të cilat më drejtojnë, të cilat janë parimet konservatore. Konservatore. Patjetër. Një 26 vjeçar konservator, edhe i martuar. Ke 6 muaj që i martuar? 6 muaj. Se e dëgjova diku. Ajo kënga o dhëndër ku vete kështu, ku po të çon kjo dhëndëria?
pas Berishës apo pas Akil Panos? Në kuptimin, do jesh nesër një trashëgimtar i kishës së Akil Panos, babait tënd, apo një trashëgimtar i vulës së Partisë Demokratike? Interesante. Po, se je më i riu, apo jo? Jam më i riu ka mundësi që të ka pikasur Berisha për të mbajtur afër dhe për të qenë ti ndoshta nesër një kryetar partie. Unë një gjë kam vendosur që do jem ndjekës i të vërtetës. Dhe besoj në Zot. Jam antar i kishës Ungjilli i Krishtit, ku babai im është pastor. Gjithashtu jam dhe antar i Partisë Demokratike, ku kam dhënë kontributet e mia dhe kam hartëzuar projektin e familjes për zgjedhjet 2025-2029. Pra, unë e di që unë do të jem në shërbim të njerëzve dhe rruga ime që unë kam nisur tashmë është rruga në drejtim të politikës. Po nuk i dihet ndonjëherë. Mbase Zoti mund të të thrasin një moment që të marrësh një hark, të marrësh një kthes komplet ndryshe dhe si dihet se ku përfundojmë. Po. Shiko, brenda Partisë Demokratike ka është situatë shumë e zjartë, e ndezur si thua, edhe pse qielli është blu. Dhe gjithçka tjetër është blu. Qielli është gjithmonë blu. Po sidomos për Partinë Demokratike. Për të gjithë. Edhe qielli ndonjëherë edhe trazohet, bëhet gri nga suferinat edhe stuhit. Po të gjithë njerëzit presin që qielli pastaj të rikthehet blu. Në rregull. Tani qielli është blu për Partinë Demokratike edhe një herë dhe ka dhe tallaze, si thuaç. Për shembull, Dash Sula, që është një personazh që është bërë dhe ai viral këtë periudhë të zgjedhjeve, iku shumë i zhgënjur nga këto zgjedhje, apo jo? Kështu duk. Si mendon? Ka të bëjë me atë si person, apo secili nga ju që jeni pjesë e Partisë Demokratike mund të ndodhë që të gjendeni në një situatë papritur zhgënjyese? Unë mund të mendoj shumë gjëra, po nuk e di sa vlen mendimi im për Dash Sulën edhe persona të tjerë të Partisë Demokratike që vendosin që të largohen. Po jam pjesë e fushatës, po kam zgjedhur që të mbaj një krah tjetër që të fokusohem tek programi dhe tek jo tek pakënaqësitë apo gjërat, konfliktet e vogla që mund ndodhin brenda. Shiko, në një familje të jesh, dy vëllezër të jenë, mund zihen dhe ngushtë me njëri tjetrin. Po është përgjegjësi pastaj edhe e atit edhe babait që të sjellë pajtimin edhe atit shpirtëror Sali Berishës. Kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berishës. Po i ka të dyja, për Sali Berishën e kishte që the atit. Edhe në familje. Pra është babai që drejton apo jo. Kur thonë partitë e tjera që ne jemi futur në parti, po nuk ka kryetar, po ne dogarojmë dhe kush merr më shumë vota do bëhet kryetari. Mua më duket gjë pa vlerë, sepse ti për aq kohë se je brenda një organizmi, je brenda një strukture, ti ke nevojë të kesh edhe rendin hierarkik. Dhe për aq kohë sa ti aderon në atë forcë politike, nuk është në dorën tënde është ai apo nuk është ai kryetari deri në momentin që do të vinë zgjedhjet. Unë kam zgjedhur një rrugë tjetër. Kam zgjedhur që mos të merrem me të larguarit, mos të merrem me personat që mund të kenë ngelur të pakënaqur, sepse çdo person mund të ketë pritshmëritë e tij. Po të merrem me çfarë unë mund të jap edhe kontributi im brenda Partisë Demokratike dhe për fitoren e zgjedhjeve me 11 maj. Ti do bësh deputet? Si ke ato? Po i lutesh Zotit fuqishëm? Unë po i lutem Zotit, por dhe po punoj. Sepse kjo është e para, ishte kështu si përbatut me Zotin, po nuk e di tani. Nuk e di ana lejohet. Jo, shumë. Ka ndodhur disa herë që thonë lutu që të marr provimet. A ke mësuar plak? Lutu për mua. Jo, s'kam mësu. Po si pret ta marrësh provimin nëse s'ke mësu? Pra është ajo ideja që mos prit gjërat të bien nga qielli, duhet të punosh. Dhe ne kemi kohët e fundit, mbi një muaj në fundit që jemi pothuajse çdo ditë në terren. Kemi punuar me krimin e shtabeve, jam i deleguar në zonën 8 dhe në zonën 16. Kemi daljet në terren, takimet me banorët, ngritjen e problematikave dhe gjithashtu premtime se çfarë do të bëjmë në zgjidhje të këtyre problematikave. Ndodhi një situatë shumë interesante në zonën e 5 Majit. Ndërkohë që unë isha duke diskutuar me banorët, po më thonin kemi probleme me shpronësimet. Ka ardhur bashkia, përveç pjesës së unazës madhe që është zona e 5 Majit, bulevardi i Ri, Shkosa, ai si segment, i kanë prishur banesat, nëse keni parë dhe rastin Nën Lizës, që shkuan herë në mëngjes, hodhën gaz, ajo grua e moshuar e kapën e toroqën zvarë, nxorën nga shtëpia dhe i prishën banesën. Tashmë vazhdojmë me pjesën e ndërtimit të banesave sociale dhe është puna të prishun ty shtëpinë që ndërtoj banesa për tjerët.
Por në momentin kur unë do bëjmë atë marrëveshjen ti si banore dhe me bashkinë, në kontratë thuhet ti adhuron bashkisë me premtimin që bashkia do të adhurojë ty në një moment dytë. Po patur këto specifikimet e tjera si qysh, tek, sa, çfarë, problematika të banorëve. Dhe ndërkohë që përpiqesha të jepja zgjidhje për sa i përket legalizimeve, trajtimit të drejtë për sa i përket shpronësimeve në bazë të vlerës reale të tregut, trajtimit të drejtë për bonusin e qeras, sepse familjet trajtohen me bonus qera nga 150 deri në 200.000 lekë. Ku do marrësh ti me qera, një banesë 2+1 me 220.000 lekë të vjetra në Tiranë. Është e pamundur. Pra të prishin shtëpinë duhet nxjerrësh dhe lekë ekstra nga xhepi që të paguash qeran. Një nga ata banorët verior me emrin Gjin, më tha, ngekrisht, po ngekrisht të fortë. Më tha, po ku dëgjoj ti më Xhon, tha se ti s'ke peshë politike fare. Po I thash, unë jam kandidat për deputet. Po tha, ti je kandidat për deputet, po ti e zëm tha edhe u bone deputet. Vjen një aleat, bëhet ministër I infrastrukturës. Ky aleat I tha, merr të fut shkelmin ty, edhe premtimeve tua, dhe ne na lëm prapë në rrugë. I thash, po cila mendoni që është zgjidhja? Pra çfarë prisni, çfarë kërkoni nga unë? Po tha, unë dua që këtë muhabet ta kemi të sigurt nga doktor Berisha. Dakor, një takim me Berishën. Ja realizove ti takimin me Berishën. Dhe është edhe një moment gazmor që do ta them. Ndërkohë që po diskutoja me doktorin, I thash, kemi këto probleme, kam bërë një draft kontrat. Dhe në këtë draft kontrat është gjitha këto pikat që duhet të ishin të realizuara tashmë, pra shpronësimi drejt, legalizimi I përshpejtuar, bonusi I qeras që do të jepet në bazë të vlerës së tregut, gjithashtu mbrojtja e pronës private dhe ngritja e një këshilli të banorëve që për çfarë do lloj projekti që do të ketë, duhet të pyeten njerëzit në fund ditës. Dakor, doktori ishte shumë rregull, tha do afirmos dhe I sugjerova që të merrë një grup banorëve të çojnë në Seli dhe të bënin një takim. Jo, tha, do vi unë, tha, në zonë. Erdhi në zonë, e bëm takimin dhe kjo ishte mënyra vetëm se si unë mund t'ja mbushja mendjen banorëve që ne këtë punë e kemi seriozisht. Dhe me atë copletre, unë tani kam aksesin që mund të shkoj nga do dhe t'i them, shiko, nuk po e thot Xhoni, po e thot Partia Demokratike e Shqipërisë, e firmosur nga Sali Berisha, që me ardhin e PD-s në pushtet do ndodhin 1, 2, 3, 4, 5. Ndryshime Dhe në fund fare I thash Berishës, o doktor, nuk e di, thash nëse ta ka kërkuar njëri deri më sot, 34 vite që ju keni angazhim politik. Po unë me që jam listë hapur, mua më kanë udhëzuar që votën duhet me lyp gjithkujt. Se kisha një pyetje për këtë. Dhe me që duhet ja kërkoj të gjithëve, thash, votën, me që unë jam më I riu, I thash në listë, dhe ju jeni më I vjetri. Do më votoni? Përgjigjen s'fa jaf këtu, për të ruajtur fjesën e konfidencialitetit? Jo, për të ruajtur edhe enigmën e podcastit. Unë të japin një moment dytë, bazë 12 majt. Bazë 12 majt? Po. Me thonë do bësh deputet? Po luftojmë për të bërë deputet. Po, na bëjnë një ndryshim ande nga foltoria kur të dalësh dhe të... Tipit? Ku dhe unë? Ti je shumë konservator. Nuk e di çfarë do bësh ndryshe. Nuk e di çfarë fryma do sesh ndryshe nga deputetët e tjerë. Se kur shkojnë atje, e di se duket sikur të gjithë bëhen deputet për të bërë qef pasaj. Ky është një problem. Dhe ketë drejt deri diku. Sepse ka deputet që mund ta kenë bërë, pra marrin mandatin dhe kujtohen pastaj për elektoratin për 3 vite e gjys, pra 6 muajshin e fundit përpara se të fillojnë zgjedhjet prapë. Po unë besoj dhe jam aty për të një model ndryshe. Nuk e kam nevojën për të qenë deputet. Pra mund bëj gjëra të tjera dhe bëj gjëra të tjera, besoj shumë më të mira se sa thjesht deputet. Po kjo punë vjen që o do merresh ti me politikën, o do merret politika me ty. Unë e pash në familjen time, pra 3 çështje gjyqësore për babain tim. Për sa I përket prindin 1, prindin 2, mami dhe babi. Duke parë nga krahu tjetër, Bashkinë e Tiranës që u kthye në një nga grupimet më woke edhe më liberale që mund të kemi në Shqipëri. Duke llogaritur ceremoninë që u bën në terracën e Bashkisë Tiranës. Dhe shfaqje transgjinore që ishin nxitur që të vinin fëmijët tek liçeni I Tiranës. Duke marrë parasysh projekt ligjin për surrogacin, projekt ligjin për shëndetin riprodhues që çon vajza 16 vjeçare drejt abortit pa dijenin apo aprovimin e prindërve. Duke marrë parasysh dhe pjesën e sterilizimit, projekt ligji për sterilizimin me prerje. Kjo është për të theksuar.
atëre më lejoni që unë t'jem zëri juaj, atyre konservatorëve që duan familjen tradicionale brenda në parlament. Dje po diskutoja me një gazetar dhe po më thoshte, më vjen t'ulë rasta, sa herë ju shoh që diskutoni jo lista e hapur, jo lista mbyllur, jo këta, jo ata. Ndërkohë që ju nuk e keni idenë se çfarë po ndodh nëpër spitalin në Shqipëri. Pse i thash? Po tha, e di që mund të ndodhte që ai 14 vjeçari që ndroi jetë në 9 vjeçarin në Tiranë, mund të kishte shpëtuar. Si i thash, më shpjego. Në Tiranë, ish ministri i shëndetësisë ka dhënë një urdhër që kushdo që ka trauma apo është goditur me thikë, me armë, me pistolet, duhet të transportohet tek spitali i traumës. I traumës. Në qoftë se ty ndodha që ty të godasin me thikë në zemër tek spitali, tek QSU-ja, nuk të pranon njëri. Nuk të pranon dhe nuk të merr njëri përsipër dhe duhet të të çojnë tek trauma. Jo, kjo është skandaloze. Pa di tha që tek trauma nuk ka asnjë kardiokirurg. Dhe në organikën e spitalit të traumës, nuk ka asnjë kardiokirurg dhe kardiokirurgët e vetëm janë tek QSU-ja. Ty do të çojnë tha tek trauma dhe nuk do të ketë asnjë person që të merret me ty tek trauma. Do të jenë vetëm kirurg të përgjithshëm. Por dhe ata kirurgët e përgjithshëm e di që në specializimin e tyre mësojnë çdo gjë përveç zemrës edhe trurit. Dhe ti tha je i destinuar për të vdekur. Jemi në një sistem shëndetësor. Çfarë logjike? Është logjike thjesht. E thjesht, po edhe pra, ty të ndodh ti je 3 minuta larg QSU-s, ku aty është kardiokirurgu. Të marrin të çojnë tek trauma, që aty nuk ka kardiokirurg dhe nuk të kthejnë dot tek QSU-ja dhe po të kthehen pastaj mund të jetë shumë vonë. Po për të marrë për diskutuar pastaj për onkologjiun që ka filluar pra problemi me mungesën e ilaçeve. Ose me akseleratorët, që janë vetëm 2 akseleratorë për rrezatimin e pacientëve të smur me kancer, për gjithë Shqipërinë, ndërkohë që kemi mbi 6.000 raste me kancer në vit. Po për diskutuar për PET skanet, që ne nuk kemi PET skane për të evidentuar se cilat janë qelizat kancerogjene, që duhet shkosh ose në spitale private ose duhet shkosh jashtë shtetit. E po si mund diskutojmë ne tani lista e hapur, lista mbyllur, kush na pëlqeu, s'na pëlqeu, ndërkohë që situata në spitalet është e tillë dhe dalin socialistët dhe thonë ne kemi bërë shëndetësi falas. Cilës është shëndetësi? Shëndetësi me vdek. Se kjo është e vetmja gjë që mund të themi. Dhe kjo është një nga kauzat që unë i premtoj qytetarëve që do ta marr realisht shumë fort. Nuk më intereson edhe nëse ministri i shëndetësisë do të jetë nga Partia Demokratike, do të jetë dikush tjetër që mund të jetë edhe mjek. Nëse nuk po e bën punën e dur dhe njerëzit janë të smur dhe nuk po marrin trajtimin që duhet marrin por lihen të vdesin, atëherë nëse unë nuk po e kryej detyrën time, ata kanë drejt të vinë dhe të më kërkojnë mua personalisht llogari. E di që kur të dëgjoj kështu, më duket si déjà vu sepse shumë e kanë bërë këto më përpara. Dhe kur janë vendosur në pozitat e fituesit dhe kanë qenë brenda në kuvend, duket se i kanë harruar këto premtimet. A nuk meritojnë të shkojnë me votë? Po, me votë është pak. Kam përshtypjen me shumë më shumë se sa me votë. Me votë është pak. Po jam dakord. Jam shumë dakord. Tani me që jemi të ky show politik, se është bërë si këto hit paredet, ose ku dion spektakël më vete, kjo puna e listave të hapura dhe të mbyllura. Në një përkthim kështu shqip, në listat e mbyllura, nëse jetë të ka shumë xhan kryetari, në këtë rast Ali Berisha. Nëse të lënë në listat e hapura, nuk të ka dhe aq xhan. Në rastin tënd, si mendon? Ti kudo të jesh si ndjestavër, si në listë mbyllur është privilegj. Pra, ne kishim një garë që duhet kalonim së pari, që ishin primarët. Dhe nuk ishin i kalohen me sukses. Me shumë sukses, po. Nuk ishin primare rankuese, pra nëse ti do dilje e parë primare do ishin listë mbyllur, ishin primare kualifikuese. Po. Në diskutimin që kemi patur me doktorin, ai donte që lista e mbyllur të ishte e mbushur me të rinjt. Po duhet jemi koshient për disa gjëra. Pra ka një diferencë mes asaj që duam dhe asaj që duhet. A do doja unë të isha në listë mbyllur? Po do doja. Do doja që aty të kisha dhe Andi Mustafajn, do doja që të ishin edhe disa tjerë të rinj, të reja që të ishin pjesë. Andi u të roq, Iko. Andi i kaloi primare, po vendosi që do të zgjidhte një rrugë tjetër në këtë moment. Pra do të merri me fushat kombëtare dhe jo vetëm me fushat personale. Dhe është zgjedhja e tij, çdo person ka zgjedhjen e vet. Por duke marrë parasysh gjithë kalvarin që Partia Demokratike kaloi, duke marrë parasysh vulën që hoq, non gratën, 333 ditë burg politik, të gjitha manovrat e mundshme që u tentuan të shkatronin partinë,
Dhe pastaj Department of Government Efficiency që doli në Senat dhe tha persekutimi ligjor i Sali Berishës është sponsorizuar nga Open Society Foundation që ka ndikuar në reformën në drejtësi. Kjo është për t'i hapur sy të gjithëve. Tani me këtë reformë që ne kemi, me reformën zgjedhore, që të jesh në parti të vogla është pothuajse e pamundur që ti të dalësh përpara. Dhe të gjitha votat që nuk përkthehen në një mandat janë vota që automatikisht i shkojnë Edi Ramës. Pra, nëse do ishim me sistemin zgjedhor të 2013-s, atëherë nuk ishim se të bënim alianca fare me partitë të tjera, secili garon për vetën e vet. Në fund fare bashkon forcat, mbledh votat të gjitha në një thes, edhe fiton zgjedhjet. Por në këtë lloj forme, çfarë ishin ato bishtat? Për shembull, merr mandate PD-ja për 17.5 deputet. Merr Partia e Lirisë për 1.5. Merr PSD-ja për 1.5, etj. Nëse do ishim me reformën e mëparshme, të gjitha këto do bashkoheshin dhe bishtat do mblidheshin të prodhojnë mandat. Tani të gjithë bishtat të shkojnë në humbje dhe i shkojnë partisë që del e parë, pra Partisë Socialiste, duke llogaritur zgjedhjet e 2021-shit. Në këtë formë, e vetmi alternativë që të kemi dhe të dalim fitues është që po të bashkojnë të gjitha forcat në një grupim. Do donim që brenda atij grupimi të ishtin edhe partitë e vogla, Agron Shehaj, Adriatik Lapaj, edhe Arlind Qori, të vinë pse duhet të shkojnë dhe të humbin votat që Arlind Qori po merr. Në bazë të votave që do marrin, pastaj do të bëhet dhe rankimi dhe sa mandate do të marrin gjithë secili për në parlament. Por nuk ndodhi. Dhe për këtë jam koshient që duke parë listën dhe vendet që ishin aty në listë, nuk kishte hapësirë për mua dhe për disa të tjerë që të ishin pjesë e listës mbyllur, sepse vetë statuti i Partisë Demokratike e përcakton që disa pozicione ex officio, siç është sekretari i përgjithshëm i partisë, kryetari i lëvizjes gruas, kryetari i forumit rinor, drejtuesi i qarkut, etj, duhet të jenë pjesë e listës mbyllur. Do ishte jo statutore që unë të bëhesha pjesë e asaj liste. Vetëm që do ndodhte pastaj që nuk do të kishte aleat fare dhe do të ishin disa eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike aty. E kuptova, po mendoj që edhe kjo është një sfidë për ty, sepse duke qenë pjesë e listave të hapura, e listës së hapur, lufton më shumë për të fituar. Duhet meritoj çdo vot. Sa vota pretendon se mund të fitosh? Kemi vënë një target. Sa është? Sepse Edi Rama e ka vendosur nga ana tjetër. Nuk e di, se kam dëgjuar Edi Rama. Më duket se 1 milion, kishte thënë? Më duket? Për rang partie? Po. Në gjithë Shqipërinë? Më duket dhe i kishte thënë dikush që po ne 800.000 jemi të gjithë. Çfarë? I kishte komentuar dikush. Okej. Po ju? Si individ apo si parti? Si individ. Po, si individ kemi vendosur një target që duhet dalim, domethënë të top 5-shja. Ende jemi në ato kalkulimet të fundit se sa duhet marrim, por që çdo vot vlen. Ne pam 2011 për me sa më rreth 40 vota ishin ato që nxorën Lulzim Bashën fitues. Kështu që siç e thash, votën duhet me ja kërku të gjithëve. Kështu që shpresoj që edhe ju të ma jepni votën në 11 maj. Po pse ta jap? Po pse mos më japësh? Po pse ta jap? Po nuk ta mbush mendjen. Po prit, mbarojmë deri në fund të intervistës dhe shohim se çfarë planesh ke për Ministrinë e Familjes. Okay. Se ti do jesh ai ministri i familjes. Ju e konsideroni veten konservatore? Deri diku po konservatore, jo ekstreme. Disa elemente, disa ideologji të konservatorizmit më pëlqejnë ende. Cili është konservatorizmi ekstrem? Po për shembull, ti je komentuar edhe si fashist. Po. Sepse kam përshtypjen që kanë parë ca element të këtij ekstremit të djathtë. Okej, ja ta diskutojmë. Për çfarë jam quajtur fashist? Në Bashkinë e Tiranës jepen këto kredita buta dhe për kredita buta bëhet me sistem pikëzimi. Qëse unë dhe nusja ime kemi të njëjtat, eksaktësisht të njëjtat pikë, pra të njëjtin vlerësim, me një çift homoseksual, pra të njëjtat të ardhurat, të njëjtat kushte sociale, e të gjitha me radhë, çifti homoseksual merr kredinë e butë dhe ne nuk e marrim. Pra ata janë të favorizuar kundrejt nesh, edhe pse ne mund të kemi eksaktësisht njëjtat atribute. Ke fjalën për Bashkinë e Tiranës që drejtohet nga Erion Velier. Po. Pra, në këtë lloj rasti unë e kundërshtoj sepse them, ju po kryeni diskriminim ndaj çifteve heteroseksuale. Dhe për këtë gjë unë quhem ekstremist i djathtë, quhem fashist, quhem homofob. Dhe të gjitha këto gjërat e tjera. Por nëse, domethënë për këto gjëra të quajnë fashist, atëherë fashizmi? Pse duhet të më interesoj se çfarë, domethënë gjitha etiketimet e tjera. Un kam disa vlera që dua t'i mbroj. Nuk bëhem ekstremist
në ultranacionalizmin tim për të diskriminuar askënd, e kam thënë hapur gjithandej që çdo njeri është i lirë të jetojë jetën e vet si doj brenda shtratit vet, po mos na dalim me flamur pasaj që ai shih se çfarë bën unë. Sepse çdo person mund bëj çfarë të doj. Po në momentin që ajo liri përkthehet në agjendë dhe propagandë ndaj fëmijëve, atëherë duhet të ketë një stop, duhet të ketë një limit. Po ti do bëhesh ministri familjes kur të vi PD-ja në pushtet? Po këtë e cakton qeveria e re, pse e cakton kryeministri. Ti iniciatori, ty do të ta jap, kam përshtypjen. Po ta shohim. Okej, unë ta uroj, gëzuar dhe njerë, edhe është kënaqësi të flasësh me ty, sepse je edhe një erudit, mund të themi. Ashtu siç ke dhe emrin, Jonathan është kam përshtypjen që është një person që i përkushtohet shumë studimeve dhe dijes. Dhe ti e ke realizuar këtë. Më thënë, bën dhe një jetë akademike paralelisht. Ndërkohë edhe pak ngacmues, sepse ke bërë ca statuse tani bashkë me fushatën që ti po bën, ke bërë ca statuse ku e quan Edi Ramon Qazim Mulleti, ose më saktë që përpiqet të duket si Qazim Mulleti. Për shkak të atyre statuse vetvete, është nuk ja vlen të komentohen më ajo romanca e dy personazheve. Po pse i quan, pse i quan romancë? Po 17 maj për ata po vazhdon, apo jo? Sepse ishte me 17 maj që u bë pakti i Çadrës në 2017. Duket sikur po vazhdon ai si pakt. Dhe ishte shumë e rrezikshme për të kaluar akoma më tepër, të bërë edhe pak më të rrezikshëm. Duket sikur Edi Rama nuk ka më dashuri për Erion Velien, po do më shumë Lulbashën. Kështu, ky impresion po na jepet. Erion Velie është harruar atë që linë. Po ato hedhin kunja njëri tjetrit. Pse është ky impresion? Ky impresion është krijuar. Po pse mendon që Rama duket si Qazim Mulleti? Si Qazim Mulleti ishte gjithaj burr dhe vetëm diktatura e shigjetoi dhe bëri një komedi që quhej Perfekti, me aktor Robert Ndrenikën dhe si thua e shigjetoi dhe u tall hapur me Qazim Mulletin. Ndërkohë ai ishte poliglot, ishte një njeri plot pasione, me shumë prona, shumë i studiuar, shumë i lexuar. Po unë kam qenë gjithashtu si Gim Gjuzi. E keni dëgjuar historinë e Gim Gjuzit? Jo, se kam dëgjuar, na e trego pak. Gim Gjuzi që do të shise sahatin e Tiranës. Kullën. Na e trego pak. Pse ka dashur ta sheset e Edi Rama? Kështu duket që do të na shesi pasaportën e Bashkimit Evropian. Se kam edhe pyetje për këtë. Duke u nisur nga historia e Gim Gjuzit që gjeti një fshatar, përdorim terma pak më etik, që kishte ardhur në Tiranë, donte të shiste Kullën, derisa arriti, mbushi mendjen që ta plinte Kullën, ndërkohë që nuk ishte në zotrimin e tij fare. Pra, mori lekët, por nuk përshit Kullën. Po, Edi Rama është bërë edhe pak Orwellian, është bërë edhe pak stoik kur e mendon. Se Orwelli në ato si ka ajo vepra? 1984. Po që diskutohet Vllai i Madh, Big Brother. Big Brother. Nga ku është frymzuar edhe Big Brother. Po, se duket që po bën pak Big Brother. Po bën shumë Big Brother. Po bën edhe këtë tjetër, për shembull. Se s'duhet ta ndërpres logjikën. Në këtë analogji mendimi, Edi Rama nxjerr veten e tij si shpëtimtar, duke bërë historinë shumë të thjeshtë për njerëzit dhe duke e bërë shumë popullor. Kemi Ferrin në njëri krah, që është Këneta, thot ai, bufi Kënetës. Bufi Kënetës që është Sali Berisha me Partinë Demokratike, sipas atij, po gjithë. Kemi Bashkimin Evropian që është Parajsa, dhe Edi Rama që është Mesia që do na shpëtojë nga Këneta, do na çojë në Parajsë. Po, ka diçka dhe të cilën unë kam bërë status që Rama deri diku e ka mbajtur premtimin e tij. Sepse ai i premton që do i japi pasaportën e Bashkimit Evropian Shqipërisë, po pjesërisht sepse ai e ka dhënë shqiptarëve. Në 12 vitet e fundit janë larguar mbi 1 milion shqiptarë drejt Bashkimit Evropian, të cilët kanë marrë një pjesa më e madhe prej tyre kanë marrë dhe dokumentat e Bashkimit Evropian. Pra ja ka dhënë shqiptarëve, por jo Shqipërisë. Dhe sa vjen ne pam të dhënat e fundit e Eurostatit që në 2023 janë larguar 73.000 shqiptarë dhe kanë kërkuar letra në Bashkimin Evropian. Sa vjen ky numër po rritet, pra shqiptarët po e marrin po jo nga Shqipëria. Po kujt do i jepet pasaporta shqiptare? Dhe një pyetje që unë bëj me të gjithë është kjo.
Jemi përballë shpopullimit dhe ky është fakt. Shpopullimi na vjen në dy faktorë. Së pari kemi uljen e lindshmërisë, jemi në normën më të ulët të fertilitetit që kemi pasur ndonjëherë. Dhe së dyti kemi emigrimin masiv. Jemi përballë pikës kritike që nëse ne nuk fillojmë ose ta shikojmë familjen si investim dhe të fillojmë të investojmë familje që të rrisin popullsinë, ose së dyti do na duhet që të marrim forcë punëtore të importojmë nga jashtë dhe të miksohet etniciteti shqiptar, vetëm që të mbijetojmë si komb. Po personalisht unë dua ta shikoj Shqipërinë me shqiptar. Dhe unë them hajde e bëjmë si diskutim. Pra, jam shumë komod që diskutoj me persona që realisht e besojnë një ideologjinë globaliste të majt, sepse me ata mund të bëj përplasje idesh. Dhe them, për mua Shqipëria është më mirë me shqiptar. Ti thua hajde miksojmë racet. Hajde e diskutojmë. Cilat janë benefitet, pse duhet të vazhdojë etniciteti, pse duhet të vazhdojmë komb, po unë besoj nga ana tjetër që dhe ne duhet luftojmë për bashkim kombëtar me Kosovën. Dhe kur po diskutoja me dikë, thash, a e di që në parathënien e kushtetutës është e shkruar qartë që me synimin shekullor për bashkimin kombëtar. Pra ne kemi kushtetutë. Se ka njerëz që thonë, mos u bëj ultranacionalist, çai ke këto budalliqe, gjithë njerëzit janë të barabartë. Po, gjithë njerëzit janë të barabartë. Zoti ka krijuar gjithë njësoj. Por traditën 2000 vjeçare që dim që kemi si komb shqiptar, pse ta lëm tani dhe pse t'jemi ne ata personazhe, të cilët do të lejojmë shkëputjen e etnicitetit shqiptar dhe të fillojmë pastaj siç është bërë Gjermania, Anglia dhe këto vendet e tjera. Si fashist që je, kush të ngjason nga mes Edi Ramës dhe Sali Berishës, kush të ngjason më shumë me Mussolinin dhe kush me Hitlerin? Nga të dy. Ose ti e vone headline. Kede? E vone. Jonathan Pano, 2 pika. Edi Rama si Hitleri. 3 pika, pastaj pikë çuditse. Mendojmë vetëm për atë gjë. Përderisa mendon Edi Rama për këtë gjë, mos mendojmë dhe ne. Edi Rama është mjeshtri i propagandës. Mirë, po mos më ik nga përgjigja. Zili për sa i përket kreativitetit propagandistik. Nuk duket se ai kanë fokus ndonjëherë që të qeverisi. Fokusi i tij është vetëm fushata. Pra dhe me propagandën e tij, sa mbaron zgjedhjet fillon fushatën për zgjedhjet e ardhshme. Po. Kështu që në modelin e tij Goebbelsian, Hitleri patjetër që ka shkaktuar dëme kolosale të pariparueshme dhe të pakthjeshme për sa i përket jetës njerëzore. Po, se krijoi dhe ato hierarkinë raciste, që i vendosi hebrejt dhe njerëzit me ngjyrë në të fundit në piramidën. Por gjithashtu dhe Rama racës, po. Ka sjell dëme të pariparueshme për sa i përket kombit shqiptar. Kështu që nuk do shkoja deri aq larg sa i përket jetës njerëzore, por patjetër që ka dëmet e veta. Në një emision kam bërë një bast publik. Dhe ishte interesante se më thonë John nuk do të vësh baste dhe krishterët nuk vën baste. Po thash, okay, po e rifrazoj si çështje, po them po bëj një sfidë publike për Edi Ramën. Rama shpesh që në 2022 ka thënë 2027 Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Shqipëria do të jetë në BE. Po. Dhe duke marrë parasysh gjithë retorikën e tij, që nuk ka asnjë lloj platforme elektorale, platforma vetme që ka është Bashkimi Evropian, po i them publikisht, hajde firmosim një kontratë. Dhe kontratën do ta bëjmë të nënshkruar me firma të dy në fund fare. Nëse Shqipëria, ti firmos që Shqipëria deri në fund të dhjetorit 2027 do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe unë e deklaroj publikisht që si antar i Partisë Demokratike dhe si kandidat për deputet do të votoj ty. Pra unë edhe madje do ja mbush mendjen edhe babit, edhe pastor Akil Pano do të votoj ty. Nëse deri në 31 dhjetor 2027 ne jemi në BE. Por nëse në 1 janar 2028 ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë kjo kontratë është e vlefshme përpara ligjit, është krim elektoral sepse është mashtrim zgjedhor, Edi Rama futet në burg dhe Shqipëria shkon në zgjedhje të parakohshme nëse vota ime dhe e babait tim në këtë rast do të ishte vota që do ta çonte Edi Ramën, do ta bënte fitues. Po di pse do këtu jemi, le të vi, le ta firmosim. Prit se s'do më ikësh, do ma kthesh përgjigjen saktë e pyetjes që të bëra. Kush është më shumë si Mussolini dhe kush është më shumë si Hitleri? Mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Po, nuk shoh ngjashmëritë Berishës as me Mussolinin as me Hitlerin. Po, te Edi Rama she. Po te Edi Rama shoh pak është një miks i lezetshëm i dy. I lezetshëm. Po. Mirë, bashkë me ato flutrat dhe kreativitetin e vet, sipër.
Në rregull, tani për punën e pasaportës së Bashkimit Evropian, e di pse po e bën Edi Rama? Sepse ne e dim që shumë djemë shqiptar kanë shkuar jashtë, janë martuar për letra dhe kanë paguar për të marrë atë pasaportën e atij vendi tjetër. Dhe është një joshje shumë e madhe po ta mendosh. Sepse ne do kemi këtë pasaport dhe do vinë të huajat dhe do martohen me djemë shqiptar dhe do i paguajnë dhe do i rritet buxheti. E kishe menduar ndonjëherë kështu? Jo, se kisha menduar ne. Jo, tani edhe unë se si më lindi, domethënë Interesante. Interesante Pra me është. bo biznes. Po një lloj biznesi. Biznesmeni pa pa. Është bërë martesa për shumë shqiptarë dhe ti si konservator çfarë mendon, është një mëkat ky apo le të martohen të gjithë? Jo, unë mendoj që martesa duhet të jetë vetëm me dashuri. Ky është mendimi im si konservator. Dhe shqiptarët së pari duhet të futet Europa në Shqipëri, pastaj Shqipëria në Europë. Si ta kuptojmë këtë që të futet Europa në Shqipëri? Po, vetëm dje takova një nën që kishte pensionin 68.000 lekë të vjetra. Si do futemi dhe do bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian me këto pensione? Pra kemi nevojë për disa reforma drastike. Rritje standardit, se përballojmë dot pastaj. E vërtet, përpara se ne të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Shumë njerëz na kanë etiketuar si atë paketën e emergjencës dhe paketën e dëmshurisë. Kanë thënë kjo është e majtë. Se ti po thua do rrisësh këtë, do rrisësh pensionin. E pra, dukesh pak i majtë në ato premtimet që bën. Jo, është ka një diçka ndryshe. Pra, ti ke nevojë për disa gjëra që të shkosh në pikën e diskutimit që hajde cilat do të jenë tani reformat fiskale që do të bëjmë për zhvillimin e vendit. Unë besoj që Shqipëria ka nevojë për taksa më të ulta. Sepse në fund fare ne e dim, GDP-a shqiptare është konsum, investim, shpenzime qeveritare dhe pjesa e import-eksport. Në qoftë se ti ul taksat, e diskutoj edhe me studentët dhe me sipërmarrës. Në qoftë se ti ke taksa më të ulta, ato lekët që do të dalin ekstra, çfarë do i bësh? Do i fuzësh poshtë dyshekut apo do i investosh prap? Do i fuzësh në konsum, do bësh blerje, do kesh investime në për prona apo biznese të tjera të ndryshme. Pra kjo është mënyra më e mirë dhe e shëndetshme se si shoqëria të ketë një inflacion monetar. Në fund të ditës inflacioni nuk është i keq, inflacioni i kontrolluar dhe monetar është i shëndetshëm, sepse tregon për rritjen e ekonomisë në mënyrë organike. Momentin pastaj që ti ke pastrim lekësh, ke inflacion që të vjen në mënyrë drejt për drejt nga luftrat e tjera, atëherë kjo do të sjellë një përkeqësim të standardit jetesës në Shqipëri. Ne po shikojmë, Partia Demokratike në 2005 dyfishoi pensionet. Ne gjithë kohës kemi qenë në fokusin për të rritur standardin e jetesës së qytetarëve tonë. Kur qeveria Berisha la në 2013, ne kishim pensionet dhe pagat më të larta në zonën e Ballkanit Perëndimor. Sot jemi vendi me pagat e pensionet më të ulta. Pra, është e vërtetë që ti po diskuton një buxhet shteti prej 8 miliardë eurosh. Por nga ana tjetër, KLSH-ja nxori raportin që vetëm dëmi që është shkaktuar ekonomisë nga korrupsioni dhe tenderat korruptiv ka shkuar në 1.1 miliard euro. Pra, korrupsioni është galopant dhe shtresa e mesme është pothuajse inekzistente dhe të varfrit po bëhen akoma më të varfër. Prandaj kemi nevojë për një paketë emergjence që të nxjerrim nga varfëria ekstreme një pjesën e shoqërisë e cila po vuan dhe paralelisht do të fuqizojmë dhe shtresën e mesme, por gjithashtu dhe biznesmenët që të kenë mundësi që të investojnë më shumë në vend. Dhe kemi nevojë urgjente për produkte made in Albania. Çfarë na ka sjell gjithë kjo pjesa e bllokimit të fondeve të partnerit? Po jep vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor një comparative advantage quhet në ekonomi. Pra po jep një avantazh zhvillues për sa i përket investimeve që ata po bëjnë në bujqësi dhe në blegtori. Sepse ata po subvencionojnë, ne nuk po subvencionojmë. Produktet të biomodelisht që ti marrësh nga Maqedonia se sa të prodhohen në Shqipëri, në fund fare kjo do të sjellë rënje, siç po vjen dhe siç po e shikojmë dukshëm. Edhe do ketë produkte shqiptare. Po rënje të bujqësisë dhe blegtorisë shqiptare deri në momentin që do të jemi të varur 100% nga importet dhe po ti teket pastaj Serbisë, Maqedonisë, Greqisë, Malit Zi dhe vendeve të tjera që të na godasin, vendosin një rritje tarifash dhe ti je 100% i varur nga ata, çfarë do bësh pastaj? Pra, ne importet e mishit kemi patur 82 milion euro importet e mishit në 2024, ndërkohë që eksportet kemi pas 500.000 euro. Pse më kaq të vobekt jemi ne si njerëz, sa që nuk e kemi dot kapacitetin që të prodhojmë dot jo. Ne jemi shumë zgjuar, ne kemi kapacitetin, ne kemi tokën, ne kemi klimën, ne kemi të gjitha kushtet, jo vetëm për të qenë self-sufficient, pra për të qenë të mjaftueshëm për veten tonë, po madje edhe për të eksportuar për vendet e tjera jashtë. Po kjo nuk ndodh,
për shkak goditjes që fermeri ha nga qeveria. Po, e kemi parë historinë e shaqinëve të Lushnjës që përfundojnë gjithmonë në rrugë. Është vërtet. Të hedhur. Po Mollë të Korçës që nuk po merren. Edhe Mollë të Korçës është njëti muhabet. Pra, janë reformat të cilat do të jenë në bujqësi, në blegtori, në biznes dhe gjithashtu për mua më e rëndësishme në familje. Kemi nevojë që familjen ta shikojmë si investim dhe jo si shpenzim. Kemi nevojë që të nxisim të rinj dhe të rejat. Të martohen. Të martohen ato po ndahen prapë. Po të martohen dhe të bëjnë fëmijë, jo vetëm të martohen, të bëjnë fëmijë. Bëjnë më shumë se sa 2 fëmijë. Nëse kemi një normë 2.1 lindje për grua, atëherë jemi vetëm duke mbajtur standardin e popullsisë që kemi. Vetëm po zëvendësojmë veten. Kemi nevojë ta shtojmë popullsinë. Një nga reforma për shembull që e kemi adoptuar nga Hungaria, personalisht shkova në Hungari, u takova me departamentin i cili merret me politikat pro familjes për qeverinë hungareze, mora komplet projektin se çfarë ata po bëjnë dhe bëra projektimin se çfarë ne duhet bëjmë në Shqipëri. Në qoftë se ne në Shqipëri do të investojmë 5% GDP-s shqiptar në familje, që do të thotë nënat me 3 fëmijë përjashtohen përjetësisht nga tatimi mbi të ardhurat personale. Pse jo? Nëse bën 4 fëmijë, atëherë edhe babait përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurat personale. Të rinë deri në moshën 25 vjeçare që duan të hapin një biznes do të kenë 0 taksa. Gjithashtu 5.000 çifte të reja çdo vit do të marrin kredi me interes 1%. Dhe kjo do t'i nxjisë se ne e dim. Duket që do bëhet shtet social sipas logjikës. Shteti drejt. I drejt. Shteti drejt. Nëse një njeri ka një pronë, ka krijuar familje, ka një biznes, nuk ka pse të shkojë dhe të jetojë diku larg. Dhe sa herë që bëhet relativizimi i skeqes nga socialistët që thonë që është popullimi apo largimi i rinjve është një dukuri globale se ndodh gjithandaj, jo, është e gabuar. Vetëm vendet e luftës ka një normë largimit të popullsisë 35% në 10 vjet, nuk të ndodh. Dhe ti të largohesh si i ri, nëse ti ke lirinë e zgjedhjes, që ti thua, ok, unë jam mirë në Shqipëri, kam mundësi në Shqipëri, po unë zgjedh që të shkoj të jetoj në Gjermani, atëherë ky është tjetër diskutim. Sepse ne nuk mund të jemi diktator që të mbyllim kufit dhe të themi që jo ti s'ke për të dalë jashtë. Nëse një gjerman do të shkojë dhe të punojë në Zvicër, shkon se mund mendoj që okay, dhe në Gjermani është mirë, po mund të jetë akoma më mirë aty. Dhe mund të jetë vajtje ardhje. Tani, por ta përfundoj logjikën. Në momentin që ti të rinjve shqiptar nuk ja jep këtë liri zgjedhje që të zgjedhin të jetojnë në Shqipëri apo të zgjedhin të jetojnë diku larg, ai ndihet i detyruar që të largohet. E njëjta gjë para 2 ditësh po shikoja videon e një babai që po i thoshte birit i tij 23 vjeç që po i merrnin pronat, më thonë çfarë ti them mundialit tim. Pra, prona është gjëja më e shtrenjtë që një njeri ka, që mund ta ketë të trashëguar ose të bler. Ty shteti vjen të merr pronën, të vësh shiritin brenda 24 orëve dhe ti je i pafuqishëm për të bërë asgjë. Si mos me çfarë baze morale mund i them unë të rinjve dhe të rejave që të rinë Shqipërinë, ndërtojnë një tarme në Shqipëri, kur sistemi arsimor është grop. Jemi në nivel barabar me Palestinën. Sistemi shëndetësor të çojnë me vdek. Pronën nuk e ke të sigurt, nuk ke siguri jete, por çfarë do arrish më këtu? Prandaj, këto zgjedhje janë etike, jo vetëm për Partinë Demokratike, por gjithashtu se si do të shkojë ardhmja e historisë së Shqipërisë. A do të kemi një Shqipëri me shqiptar, apo do të kemi një Shqipëri me të huaj? Me të huaj. Po, edhe mënyra retorika politike e opozitës ndër vite e ka nxitur pak të, le të themi, këtë gjë, sepse është thënë gjithmonë Shqipëria nuk bëhet. Më shumë nga opozita, se Edi Ramës nuk intereson të thotë Shqipëria nuk bëhet, ai thotë do bëhet, se ka timonin e pushtetit. Se kam dëgjuar nga opozita, thotë që Shqipëria s'bëhet. Po, është krijuar si një lloj s'bëhet me Edi Ramën. Mirë, se nuk e shtova emrin e Edi Ramës. Pa Edi Ramën bëhet. Pa Edi Ramën patjetër që bëhet. Pa Edi Ramën dhe pa shumë të tjerë që janë aty brenda që një frazë të atij Adriatik Lapaj, se ai e ka Shqipëria bëhet. Okej. E ka dhe emrin e partisë. Ti thua që bëhet. Patjetër që bëhet. Ti si i sapo martuar, me sa fëmijë do kontribuosh në shtimin e popullsisë në Shqipëri? Me qenë se kishe bërë një video ku thotë që është më e ulët se në luftën e dytë botërore. Po, më se në vitin 1950. Po, jemi ende çift i ri, pra me mendjen tonë konservatore, patjetër që duam mbi 3. Po, 3 është minimumi që duhet të kesh. 3 është minimumi. Pastaj, po të kalojmë te memet,
ka thënë dikush tjetër që është dhe mik e babait, që tha 12, po të bësh 12 je kampion. Po kemi kohë përpara. Mund t'i bësh dhe 12 fëmijë? Po nëse Zoti e jep, domethënë mundsinë patjetër, pse jo? Ku ka më bukur se sa të kesh një familje të madhe. Edhe unë ta uroj. Po nëse Edi Rama kujtohet nga që të dëgjon ty që thua Ministria e Familjes dhe në fakt të tërheq si koncept, si logjik, të bën një telefonat të fshehtë dhe të thot, hajde nga unë sot bëj unë ministër të familjes dhe trajtoj Berishën? Po nuk ka aq kapacitet e Rama sa më ble. Pra, unë s'tash do të mblej me para. Po në një farë forme blerja është, me blerje me pushtet. Unë i qëndroj ideologjisë time. Dhe nuk mund të bashkëpunoj me persona të cilët janë krejt kundërtit e mi. Shiko, ti ecën me idenë që me të mirën, si njëri i mirë, mund të mundesh të keqen. Po ndërkohë ne kemi parë që në këtë realitet i keqi është ai që fiton gjithmonë. Si mund të ndodhë kjo që thua ti, që duke qenë një mirë, mund të mundesh të keqen? Duke ushtuar të mirët. Kjo është mënyra vetme. E si shtojnë të mirët? Se kush është i keq është, i lind i keq. Apo jo? Jo. Mendoj që, shikoj, njeriu në natyrën e tij njerëzore është i korruptuar, pra. Po kalojmë pak te pjesa fetare. Po. Fetare. Duhet të kalojmë pak, se ka nevojë njerëzit për mesazhe paksame. Tre janë shtyllat themelore të njeriut. Është Zoti, familja dhe kombi. Dhe këto janë shtyllat themelore të konservatorizmit. Nëse një person ka marrëdhënie personale me Zotin, atëherë ai person do të jetë i dedikuar në familje apo jo? Po. Një person që e do familjen, e do gruan, e do fëmijët, është i përkushtuar në familje, patjetër që të gjithë bashkë në një nivel makro do të sjellë një kom të fortë dhe të fuqishëm. Unë po ofroj veten time dhe i kam marrë parasysh gjitha presionet, gjitha kostun e cila vjen nga pas, si të fitoj, si mos fitoj, unë prapë do të vazhdoj të bëj këtë që po bëj. Pra, për ne, kjo është një mision jete. Dhe familja Pano, për gjatë 60 e sa viteve të fundit, që me Panajot Panon, Akil Pano, unë shpresoj dhe dua që punën që familja ka nisur, pra, sporti, besimi, tashmë politika, dua ta çoj përpara. Thatë si mundet e keqja, mundet me njerëz besim plot. Pse të mos niset me një person në parlament? Po nuk besoj që janë vetëm unë, besoj që ka shumë tjerë, të cilët janë njerëz që i qëndrojnë idealeve, i qëndrojnë parimeve që ata kanë, dhe janë njerëz që duan të kenë dhe të krijojnë një kom të fortë. Atëherë duke u shtuar dhe duke u bërë ky grup, duke u bërë mazhorancë, atëherë është e pavitueshme që do të kemi një kom të mirë. Ishte një pyetje që po diskutojmë ndikë, tha, nuk mund të pretendosh që të kesh filma të pa degeneruar, në qoftë se njerëzit që bëjnë ata filma janë të degeneruar. E njëjta gjë tha është me, pra, në Netflix, të gjithë ankohen që është mush Netflixi me njerëz kështu është me filma këto e ato. Po që janë shumë komercial. Janë komercial, por njerëzit që po i bëjnë, pra nuk mund të presësh të kesh filma konservator nëse nuk ke konservatorët aty brenda që të bëjnë filmat. Siç është filmi për shembull Sound of Freedom. Është film ekzemplar. Është super i bukur. Ne kemi shfaqur madje edhe 2 herë në qendrën e Tiranës. E njëjta gjë është dhe me politikën. Nuk mund të presësh të kesh politika të mira nëse njerëzit që qeverisin nuk janë të mirë. Një varg në Bibël thuhet që kur i pa drejti qeveris, populli vuan. Atëherë, çfarë ne kemi përgjegjësi dhe populli ka përgjegjësi, është që këta të drejtë të shumohen. Pastaj ndonjëherë ka menduar edhe atë shprehjen e Mark Twainit që çdo popull meriton qeverisin që ka. E meritojmë domethënë. Por e meritojmë nëse është me zgjedhjen dhe vullnetin e lirë të njerëzve. Ajo qeveri që kemi. Pastaj nëse ndodh si në 2023 që komplet shtabi elektoral i zgjedhjeve, është shtabi që tani është e Burgu Fierit, ka një disbalancë morale apo jo. Pra, cila është baza morale që ne tani do fillojmë diskutimin? A ishin cilët e lira? A ishte vullneti i lirë i njerëzve që zgjodhi këtë qeveri? Apo pastaj është korrupsioni, shantazhi, vjedhjet dhe të gjitha pjesa tjera që vjen me të. Po shumë emra kanë përfunduar në burg nga kjo qeveria aktuale. Edhe besoj edhe më shumë do përfundojnë. Sa mund të
shkojnë te 313-a? Se di, nuk jam... Ke dëgjuar ndonjë gjë, po ju i merrni vesh? Nuk jam koleg akoma. Ju i merrni vesh, apo jo? Po e kam mbajtur veten time larg këtyre infove. Po se nuk më... Pra unë duhet bëj punën time, nuk më intereson shumë kjo pjesë. Më pëlqen gëzuar. Tani të hym pak tek pjesa jote private. Ai të shoh me unazën e martesës, e mban gjithmonë unazën e martesës apo vetëm kur jam palestër? Jo, vetëm kur jam palestër më duhet ta heq. Kam parë disa persona që kur janë me bashkëshortën e mbajnë, kur është larg ajo e heqin. Çfarë mendon për këtë? Po, nuk hyt ajo kategori. Po çfarë mendon për ata? Po, çfarë mendoj për ata? Duhet ta mbajnë gjithmonë. Duhet ta mbajnë gjithmonë. Po, premtimi që bën altar është derisa vdekja të na ndaj, kështu. Derisa vdekja të na ndaj. Tani është zëndësuar kjo fjala vdekja derisa portofoli të na ndaj. Sa e rëndësishme është pasuria për një martesë të shëndetshme? Është e rëndësishme që nevojat të plotësohen. Patjetër që është shumë e rëndësishme që nevojat të plotësohen dhe mos të kesh mungesa për sa i përket gjërave esenciale. Nusja ime është një person shumë punëtor, ashtu është pedagoge, është inxhinier sigurisë kibernetike. Lavdizoj nuk e kemi patur problemin e jetesës për sa i përket varfërisë, por nuk klasifikohemi as tek ato çiftet e pasura të Tiranës. Jemi të dy njerëz që punojmë dhe jemi të përkushtuar në punë dhe po jemi të përkushtuar edhe në dashuri ndaj njëri tjetrit gjithashtu. Dhe për gjithë çiftet e reja është e vërtetë që pasuria të hyn po deri në një far pjesë. E rëndësishme është të kesh mirëkuptimin, të kesh dashurinë dhe të jeni mirë me njëri tjetrin. Po si inxhiniere e sigurisë kibernetike, ke frikë se të hakon Facebook-un? Jo, i ka të gjitha. I ka të gjitha? Po, patjetër. Jeni nga ata që i shkëmbeni pasordet, Nuk e kemi pas ndonjëherë atë problemin. Edhe unë po pyet djalin e pastorit për gjëra që s'lejohen të pyeten. Ka qenë domethënë gjithmonë një nëse një marrëdhënie nuk ka besim, është njësoj si në biznes, si në shkollë, ku do të jesh, atëherë është e kohë që futesh në atë marrëdhënie. Pra, unë nuk më detyroj njëri të martohem, unë martova se e dua dhe dua të ndërtoj jetën time dhe të ardhmen time me atë person. Po nëse do ishte sikleti, jo telefoni, jo kjo, jo ajo privatësia ime, atëherë s'ke pse ty shfarë në ato valle. Ti, momentin që e merr atë hap, i merr parasysh që jemi bashk edhe atë do të jemi unë kundër teje, apo do të jemi ne dy kundër problemeve. Po pra, shumë e bukur kjo, sepse shumë çifte e shohin njëri tjetrin si rival. Hyn në një situatës në një betejë me njëri tjetrin që nuk kuptohet, është dashuri, është xhelozi, është urrëtie, është nuk dihet se çfarë. Dhe ndaj përfundoi në divorc apo jo? E vërtetë. Ke ndonjë këshill për të mbajtur martesën gjallë, edhe pse ke vetëm 6 muaj që je martuar, po? Martesa duhet të jetë një litar tresh. Burri, gruaja dhe Zoti. Nëse Zoti është aty, atëherë ky litar tresh nuk futet. Dhe mendoj që kjo është mënyra vetme se si mund të kesh jetë gjatësi. Dhe ky është dhe shembulli që unë kam parë tek prindrit e mi. Prindrit e mi kanë 30 vite të martuar. Dhe në ato 30 vite ka patur zënka, po ka pas sa dush. Ka pas keq kuptime, po. Ke qenë dëshmitar ti zënkat e të prindërve? Po shiko. Patjetër. Zihesh edhe pse i lek pucët te dera dhe nuk i futen në vend. Dhe nga i sherr hapen problemi që në 2012 më the këtë gjë që e mban akoma. Po në momentin që I ka dashuria këto. I ka dashuria. I ka këto gjëra. Por mendoj që çdo person dhe çdo çift ka nevojë dhe për këshillues. Dhe sepse ka disa momente që mund të jenë kritike, ku secili mund të ketë ato kuqet e veta. Këshillues psikolog apo jo, shiko, mund të jetë një psikolog, mund të jetë një prind, mund të jetë një afër, mund të jetë një pastor, mund të jetë një hoxh, pra mund të jetë dikush tjetër që e shef puzzle-in nga pak më larg, jo nuk e shef puzzle-in këtu. Sepse nëse ti e ke kokën e ke kaq afër, atëherë ke vështirë të shohësh the big picture, ta shohësh situatën nga një pikpamje, në një plan të madh në një pikpamje tjetër. Prandaj personalisht dhe ambienti ku ne jemi, komuniteti ku ne përkasim,
është një komunitet ku dhe numri i divorceve shumë i ulët. Pra, ne shikojmë që çiftet të cilët ndajnë të njëjtin besim dhe janë aktiv në besimin e tyre, niveli i divorcit është më pak se sa 5%. Pra, a është ka rëndësi, është tregues. Patjetër, a është ky një tregues? Patjetër që është tregues. Dhe ti duhet të kesh diçka që të mbajë të lidhur. Mund të thuhet që është një vizh shumë e hollë që ndan mes urrëties dhe dashurisë. Po, pse duhet ta lësh veten që kjo vit të kalohet edhe ti të kalosh në urrëtie, ndërkohë që ti gjërat mund t'i sheshorsh sa janë kohë. Ti je djali një pastori, do të thotë që i prej gjërat të bien nga qielli apo gërmon dhe lodhesh për t'i fituar me shumë mundim? Ti je djali një pastori, është një bekim, por është edhe një sfidë. Sepse gjithë jetën ti do t'jesh me atë pritshmërinë që duhet t'jesh etaloni i perfeksionit si një fëmijë. Shumë stres është. Dhe ti jetosh babi ka bërë, është e vërtet, po prindrit kanë bërë një punë shumë të mirë me mua dhe motrën time. Pra, duke na marrë gjithmonë me vete, ndërkohë që ishim në takime, ndërkohë që ata kanë qenë në udhëtime, por duke na lënë që të shijojmë edhe fëmirin tonë. Sepse kemi parë shumë fëmijë të tjerë pastorësh të cilët mund të vi momenti që largohen nga besimi, nuk duan të kenë bëjnë më as me familjen, as gjë, vetëm nga stresi që mund kanë patur gjatë rritjes së tyre, që duhet të jenë gjithmonë perfekt. Sepse njerëzit do të shikojnë si model, dhe shumë njerëz do të jenë gjithmonë duke pritur se ku do gabosh. Që kur ti të gabosh, atëre për të justifikuar veten, thonë, mos e ja edhe ky, shife se si bonin që ky është shumë i pastori. Kështu që do me një pjesë njerëzve, ndonjëherë mund ta kesh pasur atë extra layer of protection, pra atë mbrojtjen ekstra për ta ruajtur veten. Po që unë nuk e kam pas. Babi ka qenë gjithmonë tip shumë si shok me mua. Që 5 vjeç unë fillova boksin. Babi vetë ka qenë boksier kur ka qenë i ri. Pastaj më kanë nxitur gjithmonë që të ndjek ëndrat dhe dëshirat e mia. Dhe kur ishim backstage edhe këtu, po më pe që po rregulloja kamerën dhe gjërat e tash. U çudita. Po sepse ti je djali një pastori, të bën që ti jesh një njeri me shumë talente, sepse nga nevoja për të shërbyer dhe për të dhënë nga vetja jote. Na i rendit pak talente përveç boksit. Ti ke qef edhe qitjen me sa ti. Shumë. Të gjuash në poligon, bashkë me babi. Poligon, po. Të zbesoj se del të gjuan kështu. Jo, në Amerikë kur jemi, shkojmë edhe për gjuhë e ti edhe në poligon jashtë. Po këtu në Shqipëri jemi të kufizuar vetëm brenda poligonit. Tjetër? Po për shembull, moshën 13 vjeçare kisha thyer Crown, edhe ishin në ato kurset e kitarës që bëheshin në Kish, për të qenë pak më ndryshe dhe duke parë që Kisha nuk kishte asnjë baterist, unë ndjeva jo i detyror, po ndjeva përgjegjësinë që duhet të futesh edhe të mësoja baterinë. Pra, u futa për 1 muaj studim intensiv, mësova baterinë autodidakt, dhe për 10 vite kam qenë bateristi kryesor i Kishës. Deri në momentin që pastaj një djalë tjetër u trajnua që të vinte të merrte atë pozicion. Pozicionin tënd. E njëjta gjë edhe me median. Pra, gjatë pandemisë kryesisht u pa nevoja për të kaluar në live stream. Filluam me një telefon, pastaj shton një kamera, 2 kamera, 3 kamera, derisa arrin pikën që bëhet regjia e plot. Po nuk mund të bëhet asgjë pa njerëzit, por asgjë nuk është e qëndrueshme pa strukturat. Kështu që një lider i mirë është një person që di të delegojë dhe të krijojë struktura autonome. Mund të jem diku, e mësoj vetë, arri që ta krijoj një pozicion të qëndrueshëm dhe pastaj vendos dikën në atë pozicion. Dhe unë kam mundësinë që të hapem në një gjë tjetër, të bëj diçka tjetër, ta zhvilloj dhe pastaj të vendos persona të tjerë në atë sektor. Dhe kjo gjë mua më ka bërë që të jem edhe si person kreativ dhe dinamik. Që gjithmonë të dua të kërkoj diçka më shumë dhe mos të jem asnjëherë i kënaqur me status quo. Mos të jem asnjëherë i kënaqur që okay, po bëj këtë gjë, do bëj këtë gjë derisa të kem jetën, edhe kjo ishte jeta. Po gjithmonë në kërkim të diçka më shumë. Po i shton edhe më shumë ato talentet e tua, se thua talentet që ke po i bën në realitet. Dhe diçka tjetër, kam filluar për shembull të mësoj saksofonin.
Nga kurs privat? Autodidakt. Autodidakt? Po, të mësosh pianon që në moshën 5 vjeçare. S'na e more pak saksofonin. Po, nuk jam perfeksionist, nuk jam akoma aty ku duhet. Nuk jam akoma aty ku duhet. Bëj ca Herën tjetër kur të fitosh do i biesh saksofonit. Bëj ca gabime akoma. Bën ca gabime të vogla. Tani një pyetje kam, ti rritur në Kish. Çfarë i mungon idealit rritur në Kish nga një djalë që është rritur në rrugë? Asgjë. Asgjë fare. E sigurt? Shumë i sigurt. Një djalë i rritur në rrugë ditën mbijetoj në çdo situatë, dihet ajo. Po një djalë i po rritur është edhe pak rrugaç. Po. Në kuptimin që shiko. Kur i del dikush përpara edhe mund të zihet me grushta, ti e bën këtë? Unë jam i gatshëm të mbroj dinjitetin e familjes time kurdo që të duhet. Kështu që bravo, më pëlqeu. Të rritesh në Kish nuk do të thënë që s'të ka futur kot të babi Akilit te boksi. Po të jep edhe një lloj vet kontrolli tjetër, shumë të madh. Të rritesh Kish nuk i arritur brenda kutis kartonit që ke net 24 orë këtu. Pra ne edhe kur bëjmë aktivitete me të rinj, ne jemi njerëz si të gjithë tjerët, nuk jemi alien. Njerëz si të gjithë tjerët, por që ne të parin kemi Zotin. Dhe në moment që ti ke Zotin parin, të bën që mos të bësh disa gabime të tjera, pa çka se nuk je një njeri perfekt. Nuk ka një person që të jetë perfekt. Çdo person ka mëkatet, ka gabimet e tij. Dhe gjithmonë kur lutem në darkë, kur mbyll ditën së bashku me nusën, themi Zot na fal për gabimet që i dim, për mëkatet që i dim dhe ato që nuk i dim, sepse mund të kemi mëkatuar dhe pa vetdijen tonë. Kështu që po ju në Kish i studioni në shërbesat që bëni, kam përshtypjen që i studioni mëkatet kështu një për një. Sepse na e thoni që kujdes mos mëkato këtu, mos mëkato aty. Por ka dhe mëkate që nuk ndihen, në kuptimin kjo që the ti. Mund të bëjmë mëkate gjatë ditës dhe nuk e dim që kemi mëkatuar. Dhe prandaj ne duhet kërkojmë, pra duhet pendohemi dhe për ato mëkate që ne nuk i dim. A lahen mëkatet? Patjetër që lahen mëkatet. Si? Vetëm me anë të pendesës dhe me anë të hirit të Zotit. Të hirit të Zotit. Psalmi yt më i preferuar që e ke dhe si motiv jete, si të thuash? Janë shumë. Po, më thuaj. Do të lexoj një që po e lexoj dje. Nuk është psalm, është një varg tjetër nga Bibla, që është tek Mikea 6:8, ku thuhet: O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë. Dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. Pra, e bukur. Kjo është dhe motoja ime. Nëse Zoti të ka treguar një rrugë, Zoti do ta bëj dhe të ditur rrugën që duhet marrësh për të arritur në atë destinacion. Dhe çfarë ne duhet bëjmë është të duam drejtësinë, të ndjekim mëshirën dhe të jemi të bindur ndaj urdhrave të Zotit. Shumë e bukur. Jonathan Pano, mirë se ishe në Close Friends, të uroj që në 12 maj të jesh fitus. Humbësit t'jenë ato që din të humbin. Ti t'jesh fitus, me që nëse t'ka mësuar babi që vetëm të fitosh. Gëzuar. Gëzuar. Votën s'te do ma jepi apo jo? Ta lë mister? Ja. Okej, do ta them pasi ta mbyllim këtë intervistë.